Nëse dikush vjen ditë në xhuma dhe s'merr gusl, a i quhet xhumaja? Po, sipas mendimit të gjithë shkollave islame. Diskutimi është, a ka bërë mëkat ky njeri apo s'ka bërë mëkat, që ka ardhur pa ula ditë në xhuma. Ama që xhumaja e tij është e saktë, këtu nuk ka diskutim me zgjidhjet dietarëve të islamit. Dikush thot, duhet lahet patjetër ditë në xhuma, dhe dikush thot jo, se ka për obligim, po është mirë të lahet. Dhe ky është mendimi më i saktë. Mund të obligohet nëse ka mbush javën pa ular, sepse ka një hadith që thot, çdo musliman e ka për obligim minimalja një herë, minimalja flasim, minimalja, një herë në javë. Nëse i ka ardhur java dhe është plotësuar, ky s'ka marrë gusull gjatë gjithë javës, obligohet. Po edhe nëse nuk e ka bërë, xhumaja e tij është e saktë. Xhumaja është e saktë. A është mëkatar apo jo, këtu ka diskutim mes mëdhëbeve dhe dietarëve.